Namazi taravih se ka shpërblimin e madh te Allah. Para mendoni se sa një taravih me fal me imam për Allah, duke lip shpërblimin e Allahut, do të krej gjunoat 62 vjet që ai ki pas të vogla Allahut i fli për një taravih. Për një taravih ke gjunoat që ai ki pas të vogla të Allahut i fli. Për një taravih. Jo vetëm kaq. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai i cili e fal taravin, do të namazin me imamin, namazin e natës, deri në fund, deri në vitër, e ka shpërblimin si kur tanë natën mu pas fal, si kur mu pas konë namaz deri mëngjes. Dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si transmeton Ibn Khuzejme, Ibn Hibani dhe Besari, që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai i cili dëshmon e thot shahadet dhe e fal ka s'ko namaz, e jep zekat, agjeron Ramazanin dhe e fal taravin, tha pejgamberi Allahut, është nga besnikët dhe shahidët. Nëse vdes te Allahu besnik dhe shahid. Besnik dhe shahid me Abu Bakr Siddiku. Shahadetin, 5 kohë namaz, i zekatin, agjerimin Ramazanit dhe namazin e natës. Pra namazin e natës i taravis, pejgamberi Allahu se kalon kur në Ramazan dhe jeshtë Ramazani. E ne në veçanti neglizhomi i falmi 4 rekat, edhe dalmi ta bëjmë kaza ata që kena lënë, a kurse imami qëndron ka thuajse për çetërkan ka ardh, apo ato qertë këto po dënë xhenet, na e kena sigurt, këto na të falen se këto kanë gjunohen. Pa vëllai dash, e hub shpërblimin e tan natës ibadetit për një cigare, për një macchiato, për një ekspres. A ja vlen? Qëndro me imamin, për shkak se i e namaz, melekët janë para teje që luten për ty.